zyrtarëve amerikanë në Kinë u ndalohet marrëdhënia seksuale me kinez. Si e komentoni dhe ne, a duhet që ta prishim përsëri raportin me Kinën apo? Me Kinën a mirë, se Kina në fakt asë për fuqi sot për sot. Edhe po mbushet vendi me kinez, mos e shqiptarët kanë ikë, kanë ardhur pakistanes. Nëse këtu po vinë gjitha racat, Po, ikën shqiptarët, Por jetë më të mirë, se këtu u bo monopol, çdo gjë u bo. Ne duhet ta prishim përsëri raportin me Kinën? Apo? Tash s'ka rëndësi shumë raportet që atëherë në vitet e Kosës me Hoxhës një gabim bën ai xhaxhi, që u prish me Kinë 76. Tash më prishesh me ty, ke komshi tjetër, s'ka problem fare. Ju do dashuroni me një kinez? Nuk dallon njerëzit atë zezat bardh, i ka bën natyra, procesi natyror. Proces natyror. Siç ka bërthama proces natyror, dielli ka proces natyror dhe yjet. Edhe oksigjeni. Njerëzit një lloj gjithë. Edhe po ti shëri më mesh një nga Azia, nga Afrika. S'ka si problem fare. Ti që është muhabeti mos e më e kot, çat dali para më çoj, kjo muhabeti. Ashtu, ha? Po çfarë lidhje ka, ato janë njerëz. Janë njerëz, apo? Një lloj është, si ashtu si kështu, çfarë lidhje ka? Vetëm femër me femër më shkoj edhe mashkull me mashkull, po kështu se shkon femër mashkull s'ka ndonjë gjë. Po, pavarësisht nga gjinia, na raca, na mosha, ato e ka vetë njeriu. Po u deshën, pse dhe jo. Pse Donald Trump ndalon marrëdhënien seksuale me kinez zyrtarëve amerikanë që ndodhen në Kinë? Më i gjatë kjo, nuk bën me të shkurtit. Ashtu, ha? Po, më i gjatë. Duhet ta prishim përsëri marrëdhënien me Kinën? Vëllai, po kjo ka qenë si pyetje delikate për moshën time, po ajo ata marrëdhëniet janë me dashje, janë me si mos qefit, nuk ka pse të ashtu i pëlqen edhe nuk ka të bëjë me aktin seksual, por me frikën se nëpërmjet aktit seksual mund të rekrutohen, e kupton, mund të ketë një veprimtari spionazhi. Kjo është. Bile ato që unë kam thënë atyre para shumë kohësh, zoti Trump e ka thënë pas meje, duke thënë që, dëgjoj mirë, njerëzit që futen në Amerikë, kinezët, nuk mund të futen në Amerikë pa një leje speciale, sepse përdoren nga shteti. Dhe unë që kam thënë? Kam thënë që të gjithë të huajt që futen këtu, sidomos italianët, dëgjojeni mirë, përdoren nga shteti italian për spionazh, për të marrë informacion dhe për të kontrolluar njerëzit. Pikërisht këtë ka thënë Trump. Po ne duhet ta prishim sërish të raportin me Kinën? Pse duhet ta prishim në nëzë? Shpun kemi neve? Kjo është luft private midis atyre. Është luft midis superfuqive, kuptoni? A është një gjuhë e koduar kjo? Po ata janë në kurkuq amerikanë, kurse kinezët janë vërdatçuk. Edhe çfarë do të thotë kjo pse, ha? Ndryshohet raca. Për raca thoni juve? Po, pse ç'a? Mund të ketë një arsye tjetër. Se krevati jo omël. E ke menduar këtë? Ashtu më tha dhe njëna mërëm. Qa tha? O gjyshi tha, kur do të pjekim atë pensionin të atë.